Besoj që presidenti atë do të deklarohet vetë, nuk më takon mu që ta parafrazoj. Nuk është që diskutuam në detaje këtë, për ndryshe, marrëmendja sësoj përket gjykatës kushtetuese dhe kushtetutës mënyrë të veçantë e akt gjykimeve, nëse ka një parti politike dhe një lider që nuk duhet më marrë me interpretim, është Albin Kurti televizave të vendosur, sepse sa herë i kemi çuar gjykatë kushtetuese, ne i kemi fitu lanë dhe ata i kanë humbë lanë, sepse nuk kanë ditë as të kalume për tema, ma pak të themi kështu transishme në kuptimin e ndikimit, me interpretu kushtetutën e lemë për këtë çështje që është krejtësisht e qartë. Nëse thuhet që s'mundet me ndryshu rendi ditës, atëherë qysh mundet me ushtu një pikë në rendin e ditës që është formimi i komisionit. Faleminderit. A falë edhe çështja me dërgu presidentja në gjykatë kushtetuese, më qenë se ka qenë opsion më herët? Unë besoj që këtë diskutim e kemi pasë herën e kalume, por i takon presidentës që të marrë një vendim të tillë. Unë nuk mund të them se a do ta dërgoj apo kur do ta dërgoj, nëse do ta dërgoj, po unë mund t'ju them që Partia Demokratike e Kosovës tashmë e ka lëndën gati për shkeljet kushtetuese të cilat janë bërë në mënyrë të qëllimshme dhe të vetëdijshme në 2 seancat e kaluara që mund ndodhë përsëri nesër nëse nuk ndron qasja e kryesuesit seancës dhe grupit më të madh parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, por to janë çështje të ndara. Faleminderit shumë, ju përshëndet gjithë.